Kalendar hënor për prerjen e flokëve. Si ndikon hëna në bukurinë dhe shëndetin e flokëve? Prej mijëra vitesh, njerëzit kanë vëzhguar qiellin për të gjetur ritmin e duhur të jetës. Nga mbjellja e bimëve deri te mielja e kafshëve, shumë veprime janë lidhur me ciklet e hënës. Një nga traditat më të gjata, që mbetet e gjallë edhe sot, është ajo e prerjes së flokëve sipas kalendarit hënor. Por a ka vërtet ndikim hëna në rritjen e flokëve? Dhe si mund ta përdorim këtë kalendar për kujdesin tonë të përditshëm? Cikli hënor dhe ndikimi i tij mbi trupin. Hëna kalon nëpër 4 faza kryesore gjatë një cikli që zgjat rreth 29.5 ditë. 1. Hëna e re, new moon. 2. Hëna në rritje, waxing moon. 3. Hëna e plot, full moon. 4. Hëna në zbehje, waning moon. Në natyrë, këto faza ndikojnë mbi rrjedhën e lëngjeve, rritjen e bimëve dhe energjinë e gjellësave. Po ashtu, thuhet se ndikojnë edhe në rritjen e flokëve, trashësinë, shkëlqimin dhe shëndetin e skalpit. Kur është koha më e mirë për të prerë flokët sipas hënës? 1. Gjatë hënës në rritje, për rritje të shpejtë të flokëve. Kjo është periudha nga hëna e re deri në hënën e plot. Energjia e natyrës është në ngritje dhe besohet se flokët që priten në këtë fazë rriten më shpejt dhe më të fortë. Këshill: nëse dëshiron të rritësh flokët, pren pak në këtë periudhë, sidomos kur hëna është në shenjën e luanit, virgjëreshës apo demit, që lidhen me forcën dhe bukurinë. 2. Gjatë hënës së plot, për flokë të dendur e me volum. Hëna e plot është simboli i energjisë së plotësuar. Prerja në këtë ditë thuhet se forcon rrënjën dhe i jep jetë flokëve. Këshill: prerja gjatë hënës së plot është perfekte nëse dëshiron të trashësh flokët dhe t'u jap shkëlqim natyral. 3. Gjatë hënës në zbehje, për rritje më të ngadaltë. Nga hëna e plot deri në hënën e re, energjia bie. Prerja në këtë kohë ngadalson rritjen e flokëve, por i forcon kundër rënies. Këshill: nëse ke flok shumë të dendur ose nuk dëshiron t'i qethësh shpesh, kjo është periudha më e mirë për t'i mbajtur në formë pa u rritur shpejt. 4. Gjatë hënës së re, për rinovim dhe fillim të ri. Kjo është dita kur gjithçka fillon nga para. Prerja simbolizon energji të re dhe heqjen e ngarkesave. Këshill: nëse ndihesh e lodhur ose dëshiron një ndryshim të madh, preni flokët në hënën e re, do të ndihesh më e freskët dhe me energji pozitive. Shenjat e zodiakut dhe ndikimi në prerjen e flokëve. Sipas astrologjisë, ndikimi i hënës varet edhe nga shenja e zodiakut në të cilën ndodhet ajo gjatë ditës së prerjes. Ja disa shembuj të rëndësishëm. Shenja e zodiakut. Efekti në flok. Demi, Taurus. Jep flok të fortë, me shkëlqim dhe rrënjë të shëndetshme. Luani, Leo. Rrit volum dhe densitet. Ideal për prerje stilistike. Virgjëresha, Virgo. Forcon strukturën e flokëve, parandalon majan e ndara. Britsjapi, Capricorn. Jep qëndrueshmëri dhe rritje të ngadaltë por të fortë. Akrepi, Scorpio. Forcon rrënjët, mirë për trajtime kundër rënjes. Peshqit, Pisces. Kujdes, flokët mund të bëhen më të brisht, shmang prerjen. Kalendar hënor i kujdesit të flokëve. Përveç prerjes, hëna ndikon edhe në trajtime bukurie, boj flokësh dhe maskat natyrale. Boj flokësh bëhen në hënën në zbehje, që ngjyra të qëndrojë më gjatë. Trajtim ushqyes bëhen në hënën në rritje, që flokët të thithin më mirë vitaminat. Heqjen e majave të dëmtuara, më e mirë në britsjap ose virgjëresh. Larja me vajra ushqyes në ditët e hënës së plot, kur energjia është më e lartë. Tradita e besimet popullore shqiptare. Edhe në traditën shqiptare ka pas besime lidhur me ditët e mbara për prerjen e flokëve. Në disa zona të Shqipërisë verinëndore besohej se nuk duhet të prene flokët të hënën apo të premten, sepse i marrin fuqinë trupit. Prerja në ditë me diell dhe në rritje të hënës sjellte bekim dhe shëndet për trupin. Vajzat shpesh i prisnin majat kur hëna shihej në qiell në formë harku, sepse simbolizonte rritje e begati. Por nga ana shkencore, a ka bazë kjo? Shkenca nuk e ka vërtetuar drejt për drejt ndikimin e hënës në flok, por disa parime biologjike lidhen me këtë ide. Ritmet cirkadiane dhe ciklet hormonale mund të ndikohen nga drita e hënës.
Ndryshimet në lagështinë e ajrit dhe gjumi gjatë hënës së plot mund të prekin indirekt shëndetin e flokëve. Përveç besimit, prerja e rregullt është gjithsesi e dobishme, stimulon qarkullimin në skalp dhe parandalon ndarjen e majave. Pra, edhe nëse ndikimi i hënës nuk është plotësisht i provuar, rituali i kujdesit në harmoni me natyrën ka një efekt pozitiv, psikologjik dhe estetik. Si ta përdorësh praktikisht kalendarin hënor? 1. Shiko kalendarin hënor të muajit. Ka aplikacione që tregojnë fazat ditë për ditë. Zgjidh një ditë kur hëna është në rritje ose në shenjë të favorshme. Mos bëj prerje në ditët kur hëna është në peshqit ose akrep, nëse ke flok të ndjeshëm. Për një ndryshim të madh, zgjidh hënën e plot. Kombino prerjen me ushqim të shëndetshëm, masazhet e skalpit dhe produkte natyrale. Në fund, hëna si pasqyri ritmit të trupit. Kalendaret hënan nuk janë vetëm mjete astrologjike. Ato janë një mënyrë për të rikthyer lidhjen me natyrën dhe për të kuptuar se bukuria nuk vjen vetëm nga produktet, por edhe nga kujdesi ritmik dhe i ndërgjegjshëm. Prandaj edhe në kohët moderne, gjithnjë e më shumë njerëz kthehen tek ky kalendar për të ndjerë balans, rregull dhe energji pozitive në kujdesin ndaj flokëve.